Tim tonë që aty pat edhe një incident, do më thonë pat edhe goditje fizike ndaj Gjestit. Do më të pyet kështu shumë sinqerisht. A i ke ra pishman? Fillimisht, shpreh ngushëllimet e mia Patjetër. për Do të me familjen lënë këtë pjesë në fund ngushëllimit, për familjen e tij, se kjo është gjëja më e parë që takon me morali thonë. im, karakteri im e nxjerr direkt, sepse betohem para Zotit, e kam ndje shpirtënore, sikur ta kisha pas gjakun tim. Atë djalë që ka humbur jetën, edhe Zoti e pas pranë vetes, Amen. ngushëllimet më të sinqerta nga zemra për familjen, e Zoti ja u lehtësoft. E kisha pas shumë dëshirë një minutë heshtje për shpirtin e tij. Patjetër. U pret në paqe. Për sa i përket asaj që ndodhi, patjetër që secili që gjendet në këtë situatë i bjen pishman. Nuk është diçka që asnjë prej nesh nuk e bën krenar një veprim i tillë, Bravo. por njerëz jemi, reagimet i kemi të ndryshme, emocionet janë shumë të mëdha. Bojmë gabime. Bëjmë gabime, njerëz jemi, bëjmë gabime, mundesh me gabu, tani ti mundet me ndodh diçka hala më e madhe, i bjen direkt pishman edhe ti. Nuk dua s'pak unë me përjetu diçka të tillë, por ndodhen disa gjëra. Do më thonë, po një është keq për veprimin që o bo. Sidomos në këtë, patjetër që po, nuk gjej fjalë ta përshkruaj ose ta sqaroj atë që ndodhi mirë, edhe se si ndihem unë sot. Sepse ka shumë njerëz që e kanë përjetuar shumë keq nëpërmjet ekranit. Është diçka që shkurt e shqip nuk më bën krenar as pak. Çka të thanë familjarët tu po më intereson? Sinqerisht se kanë prit mirë. Sigurisht e jo. Nuk e kanë prit as pak mirë. Edhe betohem kanë hyrë në vendin e tij. Domethënë, kanë menduar sikur unë tishan Kanë dalë në vendin e tjetrit. edhe e kanë pas ata empatin, o Zot. Shumë e rëndë gjenja pastaj kur e mendon thellë u mundoshin më jepshin kuraja, do falen, do pajtohen, do bën situata do ndryshojnë. A keni tentu në herë me i kërku falje që do në zakoni kështu, familjarëve, ose ati direkt, ose a ka pas nëj iniciativë për njerëzve që ju njohin dy palëve që këtë punë me rregullu dhe që shedon zakoni ju në shqiptar, se ka një rrugë, ka rrugë që mund me jafru gjona, se njerëzit bojnë gabime, por prap ulen edhe pini kafe bashkë. Patjetër që ka dhe ka pas. Ka pas. Sidomos nga familjet, nga familja ime gjithmonë ka qenë ai interesimi që shiko më vëlla se na nja jena. Si mundena me zhbo këtë gjë, me e kthy në diçka që iku. Diçka të mirë, me kthy në diçka të mirë. Po, gjithmonë ka pas shtysa nga familja ime dhe shpresoj që shpejt do ketë diçka. Unë që shpo të shoh ty sonte edhe në sy tu që po të përlotën pak për situatës edhe ngjarjes në familjen e tij, Gjestit, që edhe na i shprehim ngushëllime këtij familjes, prindve, motrës edhe Gjestit për humbjen e vllajt. Inshallah është në xhenet edhe ta kujtojnë për të mirë djalin, sepse jo veç familja, po unik, gjithë shqiptarët, jo veç se kanë ndodhur në familje, po në çdo familje më ndodh njësoj njihen njerëzit, kështu që në ngushëllime këtë familjes në emën të stafit. Po të sot pëndum, domethënë, nuk peshat jozin sonte me krenarie,
me kështu peshon një djalë të uni keq për situatën që ka ndodhur. Edhe po mbja mirë që po të shoh kështu. Sinqerisht shumë, sepse është një humbje shumë e madhe, është diçka që prek secilin në zemër, prek secilin nga ne, kushdo që tjetë ai, themi ne as hasmën mos e pafsha në atë pikë. Në atë pikë.